Festa e birës në Korçë ka vijuar me natën e tretë edicionit të 20, duke mbledhur sërish mijëra qytetar, vizitor dhe turist vendaze të huaj në polin e eventeve. Muzika dhe argëtimi kanë qenë protagonistët e mbrëmjes, ndërsa në skenë janë ngjitur këngëtarët Ledri Vula, i cili bëhet pjesë e kësaj feste për herë të parë, Davis Xherau dhe Aurela Gaçe, duke sjellë një repertor të larmishëm dhe duke elektrizuar publikun. Për mua është hera e parë që kam qenë si vjetë dhe bashkë për 20 vjetorin ju uroj shumë suksese dhe si traditë të vazhdoj. Mendoj që ka qenë deri sot eventi më i mirë, një super organizim, atmosfera shumë e mirë, edhe pse ka rënë shi me bereqet të na, so yeah, beautiful. Por na kena një rini të madhe, një rini të shnosh, një rini të dashtëm, pozitive edhe gjithmonë është atmosfera e mirë kur normal rinia bën vetën, ka qenë një super atmosferë. Faleminderit krejve që kanë ardhur sot dhe na kanë jep dashni. Mi vjen mirë që jam, si thua, nga të fundit mohikanëve, që kam përjetuar këtë rrugtim 20 vjeçar. Do thoja që të gjitha festat e birës në botë kanë emrin e vet, por vetëm festa e birës në Korçë ka emrin kualitet. Që dua të them që nga i fëmia i vogël që lindi nga ide e bashkisë Korçës, të cilët gjerasin t'i falenderoj, ky fëmijë i vogël u shndrua në një ciklop shumë të madh gjigant, që u bë referencë jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për gjithë Ballkanin. Festa e birës u ndoq nga mijëra qytetar, ndërsa për turistët e huaj është kthyer gjithashtu në një mundësi për të njohur një prej eventeve më të mëdha të verës në Shqipëri dhe për të përjetuar nga afër atmosferën e qytetit. Vi nga Melbourne i Australisë, e vizitoj Korçën për herë të parë. Familja ime mendoi se do të kalonin bukur, duke qenë se kishin ardhur edhe herë tjetër te festa e birës, dhe ndaj u bashkova edhe unë këtë vit. Është këndshëm dhe muzika po më pëlqen, sidomos Ledri Vula. Jam nga Struga e Maqedonisë së Veriut. E kam vizituar Korçën disa herë dhe na pëlqen si qytet. Kam vizituar katedralen, shkollën e parë shqipe, pazarin e vjetër ku kam shijuar dhe kafe dhe ndihem mirë kur vi këtu. Edhe ushqimi është i shijshëm, ndërkohë që birën do e provoj tani. Unë jam nga New Jersey, Amerikës, dhe jam shumë emocionuar që vi në Shqipëri, mezi po pres të dëgjoj koncertin. Publiku ka shijuar performancat artistike, birën dhe atmosferën karakteristike të festës, ndërsa hapësira e eventit është mbushur me të rinj, familje dhe vizitorë që kanë zgjedhur Korçën për të kaluar mbrëmjen.